Nga artriti deri te anemia, çfarë tregojnë thonjtë për shëndetin tuaj? Trupi vazhdimisht na dërgon sinjale në lidhje me shëndetin dhe mirëqenien, të cilat tregojnë se kur është koha për të ndalur dhe për të kthyer syt nga vetja. Për shembull, rrafët e zinj poshtë syve tregojnë pagjunësi. Sipas DSAN, edhe thonjtë mund të tregojnë disa probleme themelore shëndetësore. Njollat e bardha. Shumë prej nesh besojnë se njollat e bardha janë shenjë mungesës së kalciumit, por ky mund të jetë shkak i shumë problemeve të tjera. Ekspertja thonë se këto duken si njolla ose vija të bardha të thonjve, por nëse i vini re të gjithë thonjtë, kjo mund të jetë shenjë e niveleve të ulta të zinkut ose të kalciumit. Nëse vuani nga këto shqetësime, përpiquni të konsultoni me mjekun. Thonjtë e zbektë dhe ngjyrë blu mund të jenë gjithashtu për shkak të motit, por ato mund të nënkuptojnë edhe probleme me qarkullimin e gjakut. Thonjtë me gropa ose të verdha mund të thonë edhe për shenja të artritit, ndaj konsulta me mjekun është e rëndësishme.